për keqardhje kur peni bekimin të fol të pavërteta shumë doja. Kjo është totalisht e kanë marru një rënë dhe pi besojnë rënës vetë. Kjo është shqetësuese. Ne e kemi qu komentet në kontratë me 24 shkurt të vitit, me njëherë ko me ta nis emailën, që qitash jam të e bo screenshot edhe me ta nis. E kemi kthy komentet. Ka qenë një kontratë 3 mujorëshe, me cilën në bazë edhe në themel të asoj kontrate ka pas me ja leju na si ndërmarrje publike me shti operator privat. Nuk e kanë qëllimin drejtori mo e din mas mire, ka qëllimin e operatorëve privat, sepse kjo është kërkes pej ditës parë që ka pas kruar dhe Qa kanë qenë komentet e juja? Ne kemi kthy që kjo dispozitë, të cilën keni kërku me shti vjedhur as di ka hi, se nuk është as nen, ka hi mrena një nën paragrafit atje, vjedhur as di me leju na me shti operatorin privat. Komentet tona kanë qenë, kjo dispozitë bjen në kundërshtim me rregulloren, dhe si e tillë nuk mujna me leju na diçka që është në kundërshtim me ligjin. Po pse Dhe pse du t'ju pyes juve komuna? Nuk mundesh me caktu drejtori ose një zyrtar ligjore është e lehtëshme. Ajo ju ka nështru ligjshmërisë në MAPL, në Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe ju ka bo legitimiteti. Dhe për njeve nuk është çështje problemet e mrenshme që i kanë këta mes kuvendit komunale edhe kabinetit të kryetarit ose drejtorëve. Ajo absolutisht hiç nuk na intereson. Ne shohim aktin ligjor si në fuqi edhe ne jemi detyruar me zbatu. Nuk ka kjo punë dëshirash. Dhe ana tjetër, këto fara akuzat që po tentohet me kriju narrativa, jo punësime, jo çpunësime, unë veç e ku më angazhu avokatin edhe besoj për këto kemi me dhonë përgjegjësi ligjore secili.